Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miqtë dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Ky është episodi joni i 51. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida, si je ti? Përshëndetje Gjoni, jam shumë mirë, faleminderit. Si je? Shumë mirë, jam i kënaqur që jemi këtu në këtë episod. Po patjetër, ne jemi shumë mirënjohës dhe për miqtë tanë që na ndjekin, edhe i lutemi edhe i kërkojmë që na mbështesin, të bëjnë subscribe që s'kan bërë akoma, të shikojnë videot tona, na gjejnë në rrjetet sociale, Facebook, Instagram dhe sigurisht ta shpërndajnë lajmin me miqtë e tyre. Patjetër, dhe thjesht doja të shtoja nëse ka dikush që është interesuar të bashkohet skuadrës son për të na suportuar në këtë nismë që ne kemi marrë, janë të mirëpritur të na dërgojnë një mesazh në rrjetet sociale ose në emailin ton. Më shumë informacione do t'ju ndajmë në fund të episodit. Unë jam shumë emocionuar dhe mezi po pres të njoh të ftuarin e radhës, kështu që Enida, mund të na fillosh me prezantimin? Po, patjetër, kam kënaqësinë që të prezantoj. Gjesiana Lakaj Patterson është një 28 vjeçare e cila ka lindur në Tiranë, por që jetën e saj ka kaluar të ndarë midis Tiranës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo është pagzuar në shtator të 2010-s bashkë me nënën dhe motrën e saj. Gjesi ka studiuar për psikologji industriale me certifikat në burime njerëzore dhe aktualisht jeton në Salt Lake City me bashortin e saj John dhe punon në një kompani rekrutimi. Mirë se erdhe Gjesiana. Mirë se erdhe Enida, gëzojmë që jam këtu sot. Shumë faleminderit që pranoj këtë ftesë, Gjesi. Jemi përpjekur shumë që të ftojmë në këtë podcast, edhe di që ke një histori shumë të veçantë edhe nuk do të ndaj shumë tani, por mezi po prej që të njohim më shumë edhe shenjtorët të njohin ty dhe historinë tënde të jetës. Okej, ne duam të fillojmë me një herë me vendindjen tënde. Ndryshe nga shumë të tjerë, ti Gjesiana je larguar nga Shqipëria në një moshë shumë të vogël, vetëm 3 vjeçë nëse zgaboj. Po. Edhe di që ka qenë ndoshta e vështirë të kujtohet pak, sepse ke qenë shumë e vogël atëherë, po a ke dëgjuar ndoshta ndonjë histori nga prindërit apo të kujtohet momenti ku ti je larguar nga Shqipëria dhe përfundove në Amerikë? Me thënë të drejtën isha e vogël, isha vetëm 3 vjeçë dhe nuk është se mbaj mend nga kujtesa ime kur ika, por histori që më tregon familja dhe vetëm një histori që unë mbaj mend është kur isha në Shqipëri, që isha e vogël, neve jetonim afër me gjyshrit, unë jetoja me gjyshin dhe gjyshen nga ana e babit, edhe gjyshin dhe gjyshen nga ana e mamit i kishim shumë afër ku jetonim, edhe mami gjithmonë më thotë që kam qenë shumë e lëvizur si fëmijë, që më pëlqente shumë të dilja, më pëlqente shumë, në se një person më çonte, më merrte me vete në kafe, unë e kisha shumë qejf, më pëlqente të dilja si që jam tani, besoj, por një kujtes që mbaj mend është që gjithmonë kur shkoja te shtëpia e gjyshit, edhe pastaj kur ikja, i thoja gjyshit, unë do vi prapë dhe merja gjupin e hidhja nga mbrapa edhe ikja, dhe nuk doja që ai të më vinte nga mbrapa, po doja që ai thjesht të më vëzhgonte dhe tikja, doja të isha e pavarur, për shkak të lëvizjes, kur isha që lëvizëm nga Amerika nga Shqipëria në Amerikë, nuk është se mbaj mend atë udhëtimin, por isha e vogël, por që integrimi im ka qenë gjithmonë që flisja shqip në shtëpi, edhe pastaj avash fillova të mësoja anglishten me televizor e gjëra të tilla. Më bet shumë qefi. Unë mbaj mend edhe unë kur kam qenë i vogël, familja ime emigroi në Itali. Unë pothuajse isha 2 vjeç në atë kohë edhe nuk mbaj mend fare të them drejtën, vetëm gjëra shumë të vogla, edhe kuptoj shumë atë si thua vështirësinë të mbajturit mend ose kujtimet. Po ti dhe familja jote keni jetuar në Michigan
në një shtet Amerikës për afërsisht 10 vite dhe nuk e di nëse të kujtoj ndonjë gjë nga fëmijëria jote duke u rritur në Amerikë, si ka qenë fëmijëria jote në shtetin e Michiganit? Po, fëmijëria ime ka qenë shumë e bukur, në fakt ku kemi qenë në Michigan, zona që ne jetonim ishte një zonë me popullat shumë të madhe shqiptarësh. Kështu që ne jo vetëm ishim me kushërinë që kishin ardhur si ne, po ishim edhe me shqiptarë të tjerë. Kështu që ata kur jam rritur i kam njohur si kushërinë edhe njerëzit që nuk i kishim kushërinë, sepse ashtu ishim bashkuar. Kështu që kujtimet janë shumë të bukura. Unë kam qenë më e madhja nga grupi, kështu që unë kam qenë ajo gjithmonë që jo ndihmoja, jo isha me ta dhe kur di ndihmotra. Por kanë qenë kujtime shumë bukura. Shkollimi dhe se si jetesa është më ndryshe nga në Shqipëri. Kështu që domethënë shkolla kemi patur jo ekskursione, aktivitete, gjëra të tilla, festat, edhe pse neve nuk është se kishim një fetë të caktuar pak a shumë kur ishim në Michigan, mami im prap mundohej që të na festonte Krishtlindjet siç i bënin amerikanët me dhuratat, me Baba Gjyshin ose Santa Clausin që e quanin ata. Dhe gjëra të tilla, kështu që gjithmonë mami mundohej që ne të integroheshim me amerikanët dhe me atë lloj jetese, por prap festat shqiptare, kultura shqiptare gjithmonë kam qenë, unë gjithmonë flisja shqip me prindrit, edhe pse shqipja ime s'ka qenë perfekte, unë e kuptoja shumë mirë, po në të folurin se kam qenë aq mirë në atë kohë. Por jo, festat e flamurit ose gjërat të tilla ne gjithmonë, edhe festat amerikane që ne bënim, që ishin për shembull ditën e falënderimeve që kanë këtu në Amerikë, ne gjithmonë kishim përsheshin dhe gjelin e detit që bëjnë amerikanët, po kishim edhe byrekun edhe baklavan e Shqipërisë. Kështu që gjithmonë ka qenë një integrim i dyanshme me atë se si ke parasysh jam rritur, por edhe diçka që mua më ka pëlqyer në rritjen time edhe në Amerikë është që siç thash ne ishim shumë afër me shqiptarët. Kështu që nuk është se më mungonte që mos t'isha me njerëzit e mi nga Shqipëria. Gjë bukur kjo vërtet, sepse kur jeton në emigrim, të vjen malli ndoshta ndonjëherë për Shqipërinë apo shqiptarët apo traditat e zakonet, edhe e vlerësoj shumë që ju ishit bekuar, të kishit një komunitet aty shqiptarësh, edhe të kishit si thua një Shqipëri të vogël në mes të Michiganit. Shumë gjë e bukur kjo. Ju normalisht vendoset që pas 10 vitesh të ktheheshin në Shqipëri, dhe besoj se kjo ka qenë një ndryshim tepër i madh në jetën tuaj. Doja të pyesja personalisht ty, Jessie, domethënë si ka qenë ndoshta përvoja jote me përshtatje nga shteti i Amerikës të ktheheshe në Shqipëri, në vendin tënd? Shumë e vështirë. Besoj se është shumë njerëz thonë misioni ka qenë diçka shumë e vështirë për mua. Për mua ka qenë integrim dhe lëvizja nga Amerika në Shqipëri. Ka qenë shumë e vështirë. Sepse edhe pse ne kishim shumë shqiptar afër dhe integrimi, prap unë nuk është se dija shumë për Shqipërinë. Ke parasysh historitë që mund na tregonin prindrit për Shqipërinë se si ja kaluan, po prap Shqipëria në 10 vite kishte ndryshuar shumë nga komunizmi ose ajo koha që ata kishin në vitet 90. Edhe unë nuk është se pavarësisht se dija ca gjëra për Shqipërinë, nuk është se isha e përgatitur, se mami mundohej të më përgatite, po nuk është se isha shumë e përgatitur me çfarë si do ishte Shqipëria. Shumë gjëra që mund kisha këtu në Amerikë, komoditete të vogla, si për shembull këtu ke tapet, ke karpetin kudo, ke ngrojen centrale kudo, ose nuk e ke ujin me bombën e gazit, unë se e kisha fare në mendje që ajo do ishin ato gjëra ndryshime në Shqipëri. Kështu që kur erdha vërtet ishte një shok. Jo një shok e madhe e keqe, por thjesht një shok sepse ishin gjërat ndryshe nga që isha unë mësuar, dhe gjua ishte vështirë, sepse unë
Flisja shqip, por nuk është se kisha një shqipe të thelluar, sidomos me shkollën, ishte shumë e vështirë, sepse ishin shumë gjëra kur pedagogët ose profesorët jepnin mësim, unë 3 fjalë ose 4 fjalë mund të kuptoja në çfarë leksionesh, nëse si po jepte ai në ata leksionet. Një histori që unë e mbaj mend, sot e kësaj dite ishte kur isha sa erdha, sa kishim ardhur, kisha disa muaj që kishim ardhur dhe isha në shkollë, se unë e fillova me shkollë private që të integroheshim pak me të mësoheshim me gjuhën shqipe, mos ishte shumë bomb shkolla publike për neve si fillim, edhe mbaj mend profesori po fliste një ditë për bimët. Dhe unë nuk e kisha dëgjuar asnjëherë fjalën bim. Kisha dëgjuar lule, po asnjëherë se kisha dëgjuar fjalën bim. Dhe ai po fliste për bimët kështjellore, kështu ashtu, dhe unë s'po merja fare dum çfarë është kjo bim. Edhe mbaj më të ngrita dorën dhe i thash më fal, por çfarë janë bim? Edhe gjithë klasa më kthye dhe po qeshin dhe po më shikonin mua, edhe unë ngela dhe këparsisht edhe pak si turp, por ai u so shumë mirë me mua, po ma shpjegonte çfarë ishte, pse unë e kuptova, okay, kuptova në anglisht, është plant, okay, tash e kuptoj, dhe vazhduam, kështu që ka qenë shumë e vështirë, sepse dhe mësimet si matematika, si lëndët e tjera janë shumë të vështira në Shqipëri. Për shembull, kimia dhe fizika nuk ekzistonte atje në shkollën e mesme këtu në Amerikë. Në gjimnaz, po dhe në gjimnaz ti e ke dëshirën ti mund ta zgjedhësh ato lëndët po deshe, po nuk i do, s'ka problem. Kështu që ishte vërtet një vështirësi, jo vetëm me shkollën, por edhe me shoqërinë, me integrimin, ka qenë shumë e vështirë për mua, besoj edhe për mamin që mundonte që ti mi lexonte gjërat që unë ti kuptoja, por që nuk ishte lehtë. Derisa po të dëgjoja, po befasosha për se si ja ke arritur domethënë të përshtateshe me ndryshimet. Unë tani e kuptoj vetë duke qenë se jetoj në emigrim, edhe çdo herë që vi në Shqipëri më duket sikur jam në një vend ndryshe. Edhe domethënë normal edhe ti ishe si fëmijë, domethënë i rritur në një shtet amerikan që ndoshta kishte të gjitha mirat e botës, dhe në Shqipëri ndoshta mungojnë ato, edhe vlerësoj shumë që pavarësisht kësaj ti u përshtatesh shumë mirë. Edhe nuk është se të duk shumë e vështirë për të qenë në vendin tënd, sepse në fundit është vendi jot ku ti ke lindur, edhe ajo nuk harrohet kurrë. Ja. Ashtu është. Shumë interesante kjo pjesa e fëmijërisë dhe transferimi që keni pasur. Gjithsesi po të donin pak që të dini çfarë ndodhi pas rikthimit në Tiranë, sepse shumë shpejt pasi ju rikthyehet ti u njoh edhe me kishën, apo jo? Na trego pak për kontaktin e parë, si ndodhi dhe çfarë ndjeve në atë periudhë. Po, neve në fakt u njohëm me kishën një vit pasi ne erdhëm, që u mendoj që ishte një bekim shumë e madhe për neve, për mua, për motrën edhe për mamin, sepse siç thash, fillimi ishte pak e vështirë me integrimin. Mënyrën se si ne u njohëm në fakt ishte ne kishim një kushurir që ishte pjesëtar i kishës në atë kohë, edhe ai erdhi një vizitë të shtëpia jon, edhe na tha neve na tha, do me thënë, unë shkoj në një kishë që ka dhe Amerikan, që quhen misionar, që flasin anglisht. Dhe mendoj se gocat e tua, i thanë mami tim, ndoshta do ju pëlqente shumë të flisnin dhe anglisht, tani që ju keni ardhur dhe ka qenë pak vështirë. Edhe kjo kisha na tha, na mua më ka ndihmuar shumë me fëmijët e mi, ndoshta po deshet hajdeni një herë te kisha ime, shikojeni dhe po ju pëlqeu mund të sjell ca misionar t'ju mësojnë më shumë. Edhe ne tham, okay, dakor, të thaj, okay, këtë të diel unë do vi do t'ju marr me makinë dhe do ju çoj te kisha ime. Ne jam dakor, më duket se ishte lagja e parë që kam qenë unë atë kohë, se nuk ishte lagja, atëherë ishte dega e parë, që ne shkuam, edhe shkuam për herë të parë edhe ishte ndryshe, ne kur hym ishte, më duket se ishte dita e dëshmive, edhe kur ne hym brenda, unë kam qenë në për kisha katolike, kam qenë edhe në për kisha të tjera këtu në Amerikë,
të feve të tjera me shoqërinë, por ka qenë shumë ndryshe nga kishat e tjera që unë kam shkuar ndonjëherë. Sidomos sakramenti, kur na erdhi sakramenti, unë nuk e dija duhet ta merrja apo jo, sepse në kishën katolike e dija që duhet ishe pagzuar. Kështu që ne ngelemi çik edhe thamë, jo mund ta marrësh. Këngët ishin sikur kisha dëgjuar më përpara. Nuk e kuptoja nga thash, ndoshta kam patur ndonjë shoqe që mund të ketë treguar. Ishte domethënë e njohur, ku unë e ndjeva si të njohur. Pastaj kur u takuam me misionarët, mua më pëlqeu shumë që mund të flisja anglisht, edhe mund të komunikoja mirë me ta, më pëlqeu shumë ajo fakt. Edhe pas kishës na thanë, ju pëlqeu, keni dëshirë? Dhe mami tha, po, jemi të interesuar të dëgjojmë një herë çfarë kanë për të thënë. Dhe tha, okay, unë do sjell ca misionar, ti do jesh në një kishë tjetër, sepse na e shpjegovi pak a shumë ndarjen, por do të vinë ca misionar, do të japi një mësim të dëgjosh më shumë, edhe pastaj po keni dëshirë mund vini, mund të shkoni me ta. Ne thamë, okay, eram dakord, erdhën misionarët, edhe na dhanë mësimin e parë. Për Joseph Smithin, edhe unë atë kohë isha 14 vjeç për veten time. Edhe më duk shumë interesante, edhe ishte gallat sepse në një moment po më tregoni që kemi profet të gjallë në tani, edhe po na tregonin për presidentin Monsen në atë kohë. Dhe unë i thash, okay, për mua kjo ka kuptim. Sepse edhe po ju tregoja që kur unë isha e vogël, kam qenë ndoshta 8 vjeç, një herë po më tregonte një shoqja ime për Biblën, edhe erdha në shtëpi dhe po mendoja, po kur kishte profet në atë kohë në Bibël, pse nuk kemi ne një profet tani? Domethënë çfarë ndryshimi ka që ne mos kemi një profet tani? Edhe unë tregova motrave misionare dhe ato në faktu habitën që unë kisha atë mendim, edhe i thashun për mua ka kuptim që të kemi një profet. Thanë, okay, ju gëzuan edhe mua më pëlqeu, domethënë mu duk si diçka e njohur. Nuk e dija, tani unë e kuptoj që ishte domethënë drita e Krishtit edhe fryma e shenjtë, por nuk është po e kuptoja më përpara. Pastaj na dhanë ftesën që të shkonim në kishë me ta tek lagja e 4 tani, që ka qenë dega e 4. Edhe neve në fakt atë të diel kishim pak vështirësi ta gjenim degën. Shkuam në tërë mysumshyrin dhe s'po e gjenim. Edhe arriti në një pikë që tha mami, di çfarë, tha, mirë mos ikim, hajde ikim shtëpi, edhe ju themi atyreve që se gjetëm dot, se vërtet se gjetëm dot. Pastaj i thashun, okay, pastaj kaluam në një rrugicë tjetër dhe tha mami, hajde ta provojmë dhe këtë rrugicën këtej, edhe po se gjetëm, pastaj t'ikim shtëpi. Kaluam tek ajo rrugica kur e shikoj në tabelën kisha Jezu Krishti të shenjtorëve ditëve të mëvonshme. Edhe tham, okay, kjo që ka. Hym brenda edhe nuk e mbaj mend bisedat ose çfarë ndodhi, thjesht mbaj mend që ishte një himn. Dhe nuk e mbaj mend himnin, por edhe ajo himn ishte si e njohur, domethënë ishte sikur shumë e njohur, si një pritje brenda, sikur okay, kjo është, unë nuk e di, unë ndjeva mirë. Edhe pastaj vazhduam, erdhën prapë motrat misionare dhe na dhanë mësimin për mësimin e dytë, domethënë për tempujt edhe për tempujt edhe se si neve mund të jemi prap me atin e qelë, po. Edhe ajo, domethënë, preku shumë mamin, sepse mamit nuk e kishte gjyshi në ndroj jetë para se ne të lëviznim edhe, pra të ka që shumë e vështirë, edhe na duk si, nuk e di, ajo mallëngjye na duk si shumë e njohur, si tema. Kështu që vazhduam mësimet edhe nuk e di, neve na pëlqeu, filluam të lexonim dhe librin e Mormonit, edhe mami, domethënë, e ndjente shumë, unë ndje shumë mirë, edhe neve unë ndjevëm shumë mirë, edhe ajo shpresa që kishte ajo është kjo kishte na ndihmonte neve me integrimin në Shqipëri, që dhe ne mos të ndinim keq, që dhe ne të integroheshim me të tjerët në shkollë, të ndjenim mirë, të kishim një vend
ku ne mund të ndiheshim mirë, ishim të mirë pritur, ashtu si dhe nuk donte që ne të dilnim në një rrugë të keqe, atë frikishte kur ne ikëm në Shqipëri edhe këtë e gjeti si shpresë. Kështu që pas më duket se 1 muaj na u desh që ne pastaj u pagzuam në shtator. Që kjo ishte pak a shumë historia e pagzimit ose njohjes së Me kishën. kishën. Po duket shumë bukur. Edhe Gjoni po ndan një foto. Oh, po. Po, kjo është motra Highland, kjo që është afër meje dhe motra Petrus ajo me të kuqen. Sa mirë që i mban mend, po teksa ti po flisje unë po ajo që më vinte ndërmend është duket sikur Zoti kishte përgatitur që të pranojë kishën ty, mamin dhe motrën, familjen tënde. Edhe Po. fakti më bëri përshtypje që thoje që duket sikur ishte familjare, domethënë himnet edhe këto mësimet, historitë edhe është shumë e bukur se çfarë bën Zoti që të na përgatisi. Na trego pak dhe për pagzimin, sepse është një moment shumë i veçantë për gjithë secilin prej nesh. Çfarë të kujtohet me nostalgji nga ky moment? Po, ditën e pagzimit e mbaj mend neve ikëm para edhe në fakt ishte diçka gallati, nuk e di gallati, por kur hyrëm ne nuk kishim arritur në thjellim me mësimet për kryqin. Edhe mbaj mend që u vura një kështu varse kryqi. Edhe nuk e di, isha shumë e lumtur për pagzimin edhe nuk më thanë motra deri më vonë pasi mbaroi pagzimi, kishin bërë 3 fotografi për simbolizimin e kryqit që ne se përdorim. Edhe atë moment unë ndjeva pak keq, por nuk e di, diçka për qeshur, por nuk e di, ishim shumë të lumtur. Edhe mbaj mend kur u bëm gati edhe bëm pagzimin, që u pagzuam, e mbaj mend sikur u ndjeva një çlirim. Nuk e di se si ta shpjegoj, por ishte si një çlirim. Ja, aty është kryqi. U ndjeva një çlirim, një lumturi, edhe mbaj mend pasi ne mbaruam, që u mbarua pagzimi, u bën bisedat, dhe kur dolëm që po ecnim në mësimshyrë që po iknim në shtëpi, u ndjeva shumë e lumtur, edhe mendova, okay, tani unë nuk mund të bëj dot më, do të thënë, të paktën sot edhe nesër të mos bëj ndonjë gjë gabim. Por që u ndjeva shumë mirë. Edhe marrjes së frymës së shenjtë, do të thënë ishte e mbaj mend ishte shumë emocionale. Nuk e mbaj mend çfarë u tha, por e mbaj mend që ishte shumë emocionale. E di që ishte një ditë shumë e lumtur për mua edhe për ne të tre. Duket vërtet se ka qenë eksperiencë shumë e paradorshme dhe është pagzimi është një moment shumë i veçantë për jetën tona. Po doja të dija gjithashtu si ishte pritja e antarëve në lagjen në degën atëherë, në cilën u pagzuat, si e kujton këtë kohë? Mikpritja ka qenë shumë e mirë, me peshkopin ton, Gjeloshi me familjen e tij, ata kanë qenë dhe janë shumë të mirë, kanë qenë shumë të mirë pritur. Gjithmonë ne kemi pas shkuar te shtëpia e tyre për mbrëmje familjare. Edhe antarët e tjerë kanë qenë shumë të mirë pritur, dhe ka qenë shumë mirë, nuk e di, ka qenë një kohë e mirë. Për mënyrën thjesht, nuk e di, lagja jonë mua gjithmonë më ka pëlqyer. Filluam kur ne ishim atje, ishim pak antar, sidomos pak të moshës time, dhe pastaj teksa unë vazhdova dhe u rrita në atë lagje, filluan më shumë antar të moshës time, që ishte duket gjë e mirë për neve dhe në mësimet që ne kishim. Për shumë nga ata që na dëgjojnë, të jesh një antar i kishës së Jezu Krishtit, pra, të shenjtorëve ditët të mëvonshme, është gjithashtu një përgjegjësi për të shërbyer. Edhe siç e di ti vet, ne kemi shumë thirrje të ndryshme që marrim si antar për të shërbyer në kapacitete të ndryshme. A mban mend ti ndoshta një nga thirrjet e para që ti kishe si antare dhe si e përballove ti atë, si thua, detyrën për të shërbyer të tjerëve? Besoj se thirrja ime e parë isha mësuese e së dielës. Dhe isha mësuese e së dielës para se unë t'i ken mision.
Dhe unë isha shumë e vogël, isha 18 vjeç, e vjeçe edhe po mësoja ata antarë që ishin shumë herë më të mëdhenj se unë. Dhe ishte pak e frikshme me thënë të drejtën, sepse unë nuk dija shumë, unë sa po përgatitesha për mision, ata ishin më të mëdhenj se unë, kishin më shumë njohuri, eksperienca të ndryshme që unë nuk kisha akoma. Dhe ka qenë pak e frikshme, më thënë të drejtën, dhe kur ma dha për shkopi këtë thirrje, i thash, a je sigurt? A mund të jap mësim ndoshta të vegjëlve, po pse të mëdhenjve? Edhe por ai kishte shumë besim tek unë, dhe në fakt ishte një mësim për mua, dhe më ndihmoi shumë kur unë fillova misionin, kur unë shërbeva, se si unë mund të komunikoja me të tjerët të moshave të ndryshme, dhe se si t'jepja mësim. Ata ishin shumë mirë me mua, ishin shumë të sjellshëm me mua, që më ndihmonin ndonjëherë, ngrinin dorën, më thënë flisnin edhe ma bën punën të lehtë. Por me thënë drejtën ka qenë pak e frikshme dhe vështirë si fillim, për shkak të moshës edhe të njohurisë time në atë kohë. Patjetër. E vlerësoj shumë sepse duke qenë si një antar i ri, domethënë ndoshta thirrjet e ndryshme që ne marrim janë pak sfiduese, por nëse ne bëjmë pamundrën tonë, kjo ka vlerë, kjo ka rëndësi. Normalisht ti aktualisht ke kaluar një kohë shumë të gjatë të qenurit një antar i Kishës së Jezu Krishtit, dhe besoj se ndoshta dhe konfidencë për të shërbyer është rritur zakonisht. Doja të pyes tani me thirrjet që mban aktualisht, çfarë ke mësuar ti ndoshta për të qenurit, si thua, duke shërbyer të tjerëve, duke patur atë përgjegjësinë për të ndihmuar të tjerëve në çdo lloj kapaciteti? Po, tani thirrja, unë në fakt kam 2 thirrje. Thirrja e parë është unë jap mësim të vegjëlve, moshës 4 deri në 5 vjeç. 4 deri në 6 vjeç. Kam 3 në klasën time, 3 çuna, edhe kam mësuar shumë se si tani, më përpara ka qenë se si t'ju jap mësim të mëdhenjve, dhe tani është se si t'i paksoj ta bëj ungjillin që të vegjëlve ta kuptojnë. Kështu që ka qenë është një ndër thirrjet e mia më të preferuara që kam patur deri tani. Është kjo thirrje ka qenë hera e parë që unë ju jap mësim të vegjëlve, po pastaj dhe më ka mësuar shumë se si sa shumë ati qellor i do fëmijët e tij, sidomos të vegjëlve, dhe ata që ato kalamajt që unë ju jap mësim janë shumë të zgjuar. Ndonjëherë neve nuk e kuptojmë sa të zgjuar janë fëmijët. Dhe janë shumë të zgjuar, dhe ndonjëherë kur bëjnë komente ose thonë gjëra, unë ndonjëherë habitem me njohurinë që ata kanë. Edhe mendoj dhe njëherë i shikojmë këta fëmijët sikur ndoshta nuk dinë çdo gjë, por janë shumë të zgjuar, edhe nuk e di, këtë ka mësuar nga kjo thirrje. Pastaj thirrja tjetër që ne kemi tani aktualisht me burrin është që ne jemi koordinator të si ta them, kishës të qendrës së kishës tonë që kemi tani, kur ne ndihmojmë në pastrimin. Kështu që çdo 3 muaj neve punojmë me antarët e lagjes tonë që të vinë edhe të pastrojmë kishën. Kështu që çdo një herë në 3 muaj ne shkojmë për muajin, edhe kemi detyrën që të marrim antar të caktuar që të vinë edhe të pastrojmë kishën bashk. Edhe kjo ka qenë një thirrje, nuk e di, ka mësuar shumë, sepse më ka bërë që të njihem më mirë me antarët e lagjes tonë, edhe të shërbejmë që të kemi kishën e pastër, të sigurohemi që çdo gjë është gati për javën në vijim. Unë jam shumë dakord, sidomos me pjesën që ti the për fëmijët, edhe duke qenë se unë kam një djalë të vogël dhe do të qëndroj dhe unë te filloria me të, jam plotësisht dakord që ato janë shumë të zgjuar, dhe ti mendon që të janë fëmijë të vegjël dhe nuk e kuptojnë ungjillin apo gjërat, po ata i fiksojnë vërtet shumë edhe ta habisin ndonjëherë. Edhe bravo që i bën këto thirrje, sepse duken të lehta, por janë goxha sfiduese, vetë të mësojnë shumë. Le të flasim tani pak dhe për misionin tënd.
Ti ke shërbyer në moshën 19 vjeçare, mos gaboj, edhe je caktuar në Salt Lake City. Si ishte të ktheheshe në atë vend ku ti jetove si fëmijë? Si e ke përjetuar këtë gjë? Po, në fakt thirrja kur unë u thira, nuk e prisja, unë nuk është se kisha shumë problem ku do shkoja, por që u habita në fakt që do isha në Salt Lake, sepse s'kam qenë asnjëherë në Salt Lake, edhe e prita me një ndjesi shumë të mirë, por prapë edhe në mendjen time mendoja, a do kem unë njerëz të pagzoj atje, se është themeli i kishës këtu në Amerikë, por isha e lumtur edhe në fakt unë e fillova misionin tim, prita për vizën në Kosovë. Dhe unë e fillova në Kosovë, shërbeva në Kosovë për gati 2 muaj e gjysmë, dhe pastaj erdha në MTC këtu në Amerikë. Bëra edhe endowmentin këtu në Amerikë, kështu që e fillova 2 muaj më përpara pa bërë endowmentin, që ka qenë interesant, një përjetvoj interesante dhe pastaj erdha këtu. Nuk e di, ishte një ndjesi e mirë, gjërat kishin ndryshuar këtu në Amerikë nga unë që mbaja mend. Jo shumë, por kishin ca ndryshime. Edhe nuk e di, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Kuptova që të gjithë ka nevojë për ungjillin, që edhe këtu në Utah ka nevojë për shumë punë, ka shumë njerëz që o nuk janë aktiv, ose ke plot që nuk janë antar, ke plot veta që vinë nga shtetet e tjera, që jetojnë këtu, që nuk din shumë gjëra për kishën, ose din shumë pak për kishën, dhe ishte një eksperiencë për mua që të kuptoja që të gjithë ka nevojë për ungjillin. Ndonjëherë neve mendojmë që një vend i caktuar si Amerika ose si Utah, si Salt Lake-u, s'ka nevojë sepse shumë njerëz janë antar, por në fakt ka goxha nevojë. Çdo vend ka nevojë, mendoj unë, për ungjillin edhe për shpjegimin. Kështu që po, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Është në fakt, unë tani ku jetoj në Salt Lake, është pjesë e misionit që unë kam patur. Kështu që disa njerëz në lagjen time i kam patur antar që unë i kam njohur nga misioni. Kështu që ka qenë diçka interesante, por që koha ime ka qenë shumë e bukur këtu në Salt Lake kur shërbeva. Unë po mendoja tani që ti në fillim the për profetin, që gjithmonë doja që të kishe një profet, dhe po mendoja ka parë ndonjëherë Gjesiana profetin, se faktikisht në Salt Lake janë dhe zyrat qendrore, edhe fakt edhe unë kam ëndër që të shkoj te zyra, te konferenca, te qendra e konferencës, ndoshta të takoj autoritetet. Si e ke përjetuar ti faktin që je kaq afër epicendrës së besimit tonë? Po, e kam përjetuar, jam shokuar në fakt, sepse tek misioni që unë kisha, ne kishim 2 tempuj që ishin brenda misionit tonë, që ishte tempulli i Salt Lake-ut, ishte dhe tempulli i Bountifulit. Dhe varej njëherë në çdo transfer, njëherë në 3 muaj, mund ta themi. Nëse neve ishim në zonën që ishim më afër në tempullin e Bountifulit, shkonim tek ajo tempull. Nëse ne shërbenim më afër ku ishte tempulli i Salt Lake-ut, shkonim tek ajo tempull. Edhe mbaj mend kur unë arrita që të shërbeja në Salt Lake, dhe ishte hera e parë që unë u futa në tempullin e Salt Lake-ut, u manhita, se gjithmonë e kam parë në fotografi, gjithmonë tregojnë, dhe nuk e di, çdo tempull është i bukur, po për mua ajo ishte një eksperiencë që jam shokuar, wow. Edhe në fakt neve në misionin ton kishim shumë, na tregonin, na thoshin gjithmonë që ju keni shumë apostull në misionin tuaj që jetojnë në zonën. Edhe unë në fakt kisha fatin e mirë që të takoja një ndër ta, presidentin Eyring, ka qenë në misionin tonë, mbaj mend, nuk është se isha dash dorën edhe pam, kur ne po shërbenim, edhe mbaj mend që isha e shokuar që wow, unë jam ku ai po jeton, domethënë, nuk është se ka qenë zona ku shërbeja, por kur bënin këto transferimet ose exchanges si quhet, edhe konferencën
neve mund të shkonim në konferencë, nëse kishim një jo antar, edhe kam shkuar disa herë gjatë misionit tim, por diçka të veçantë që bënte presidenti im I misionit është që misionarët që do iknin, që kishin transfertën ose konferencën e fundit në mision, çfarë bënte ai është ai na merrte bileta që ne ishim shumë afër në konferencë të shkonim, edhe ishim gati në rjeshtin e 5 ose të 6, edhe mbaj mend kur ishte koha ime që shkova dhe isha aq afër, ai e bënte këtë sepse kishim shumë misionar që vinin nga vende të tjera të botës. Dhe ai na thoshte, unë e di që disa prej jush ndoshta mund të ktheheni prapë dhe të vizitoni, ndoshta disa prej jush kjo mund të jetë hera jote e fundit, edhe kam dëshirë që ju këtë eksperiencë ta keni dhe ta ndani me njerëzit kur të shkoni në vendin tuaj. Dhe mbaj mend kur isha aty afër dhe I shikoja, do të thënë I shikoja tamam, për mua ishte një eksperiencë e paharuar. Eksperiencë vërtet e paharuar. Kështu që edhe tempulli I Salt Lake-ut, unë tani e kemi afër, kemi 10 minuta larg, por që është vërtet e veçantë, mendoj. Faleminderit që ndave këto me ne. Tani unë do doja të dija çfarë ka ngelur nga misioni jot për ty, cila ka qenë ajo gjë shumë e veçantë që ti e ke marrë nga misioni që e jeton dhe tani. Ndoshta mund të flasësh edhe për sfidat, por do doja të dija bekimet. Po, bekimet kanë qenë të shumta. Bekimi që nuk e di, për mua çfarë unë kam mësuar nga misioni është që ati dashur qëllor neve na do të gjithve, pavarësisht në çfarë do lloj situate që ne mund jemi. Edhe ai është gjithmonë me duar hapur që të na presi neve dhe të na ndihmojë neve. Thjesht është në detyrë, kemi ne zgjedhje nëse ne duam që ti rrim afër, ti shkojmë dhe të marrim ndihmën e tij ose të mos ta pranojmë. Dhe për mua çka kam mësuar është që zgjedhja e lirë, që gjithë kemi zgjedhjen e lirë, por gjithmonë Zoti është aty me neve dhe do na ndihmojë nëse ne duam që nëse e kërkojmë atë. Dhe kam mësuar shumë për dritën e Krishtit. Nuk e di, misioni ka qenë koha që unë nuk e di, kam ndjerë shumë afër dhe kam parë shumë bekime, jo vetëm në jetën time, po edhe në jetën e të tjerëve, se si ka ndryshuar, se si nga një person që ndoshta mund të kishte vese të ndryshme dhe tani është pjesë e kishës dhe se si fytyra e tij ndryshon, lumturia është më I janë më të lumtur, atë më bënte edhe mua më të lumtur të kuptoja që po, kjo është kisha e vërtet. Ky është ungjilli të cilën unë dua dhe dua të vazhdoj. Nuk e di, atë kam menduar unë edhe bekimet nga misioni me besoj janë të shumta për mua. Fakti që mu dha mundësia që të vija prap këtu në Amerikë dhe të bëja studimet, ka qenë e vështirë, nuk është se ka qenë e lehtë të jesh vetëm dhe të vish prap, edhe pse unë kam qenë isha në Amerikë, pastaj ka në Shqipëri, pastaj erdha prap, pastaj ika prap, pastaj erdha prap ka qenë studimet, çdo gjë për mua ka qenë një bekim që mund studioja në BYU Idaho, mendoj se është shkolla më e mirë për mendimin tim. Kam mësuar shumë pedagog shumë të mirë që mua më ka ndihmuar sot e kësaj dite. Besoj se ato janë bekimet nga misioni, edhe që unë njofta me burin, edhe që vazhdova në kish, besoj bekimet vazhduan. Patjetër, ne dëshmojmë për të gjitha ato bekime që ti përmende, sepse janë vërtet bekime të mëdha që Perëndia rezervon për ata që I shërbejnë Atit me nder, edhe po shumë e vërtet, sidomos era pjesa e shkollimit. Unë dhe Nida jemi, si thua, dëshmitar këtu që mund të themi me gojë të plotë që e dim që shkolla BYU Idaho sidomos ka qenë një bekim edhe për ne që jemi në Shqipëri ose
kemi qenë në Shqipëri, sepse ka qenë një institucion shumë i mirë, profesional, por edhe ajo pjesa fetare që të ndihmon në të njëjtën kohë. Po do flasim pak për të pak më vonë. Unë thjesht jam kurioz tani, sepse duke qenë se kam qenë misionar vet, e di që pas misionit aty fillon sfida e vërtet. Sepse kur je në mision je si në qellin e 7 ndoshta, edhe pastaj kthesh në realitet edhe të duken gjërat shumë kështu të zbeta. Si ka qenë për ty ndoshta përshtatja me realitetin e të kryerit nga misioni, sepse ti u ktheve edhe në Shqipëri, ndoshta kishte ndonjë sfidë për ty kjo? Ka qenë e vështirë përshtatja sepse do me thënë, nuk e di, unë isha akoma për, nuk e di, besoj se dhe ju mund ta kuptoni që ke shërbyer për 6 muaj, unë prap isha në mentalitetin e misionit. Isha akoma në mentalitetin që kur dilja e mbaj mend një herë që po dilnim edhe këtu në Amerikë, kur isha misionare, i përshëndesja të gjithë, edhe gjithmonë buzëqeshja dhe i përshëndesja të gjithë, edhe gjithë të përshëndesnin këtu. Edhe mbaj mend kur e bëra një herë, atë bëja kur dilja me me mamin ose me motër, me prindrit, me shoqërinë, edhe më thoshte mua, pse i përshëndet? Ti se njeh atë person. Edhe unë që thoja, nuk e di, ndoshta ai ka një ditë keqe edhe unë kam dëshirë të të cilë mirë. Gjëra të vogla që e kuptova që okay, ke ardhur tani, nuk je më misionare dhe janë gjëra të ndryshme, por fakti që u ktheva në Shqipëri nuk është se më bëri shumë përshtypje. Ka qenë pak e vështirë që të krijoja dhe ta kisha të rutinën time në si që ishe në mision, që të vazhdoja, që të lexoja shkrimet e shenjta, të vazhdoja, që të lutesha, të vazhdoja gjërat, por nuk është se ishte një vështirësi, si të them, shumë e madhe, se kur unë u ktheva pastaj fillova një punë edhe mundoja që të shërbesha, që të shërbeja. Dhe kjo ishte gjëja kryesore që thoshte presidenti im i misionit, që kur të ktheheni, do jetë pak e vështirë, por duhet të vazhdoni, do me thënë, të shërbeni. Nëse ju vazhdoni të shërbeni, nëse ju vazhdoni të lexoni shkrimet e shenjta, të luteni, edhe sa do pak, edhe po t'jetë për 5 minuta, 10 minuta, s'ka problem, mos u acaro me veten tënde, dhe thjesht vazhdo, se ashtu po t'kesh një rutinë, gjëra do bën më të lehta. Dhe unë atë në fakt bëja, doja që të shërbeja. Dhe mbaj mend kur u ktheva, gjëja e parë ishte FSY-ja në atë kohë në Shqipëri, që ishte në Korç, edhe nuk e mbaj mend kush ishte në kryesi të saj, po ju shkruajta edhe i thash, hey, unë dua të jem në FSY, dua të shërbej. Çfarë do të jetë, më fusni, edhe ishte 2 muaj para se të ndodhte FSY-ja, se unë erdha në Korrik, FSY-ja ishte jo as 1 muaj, ishte në gusht, edhe mbaj mend tani, okay, do të fusim. Dhe thjesht këtë doja, çfarë doj, nëse shikoja diçka, gjithmonë pyesja që të shërbeja. Dhe këtë në fakt kjo gjë, shërbimi, më ndihmoi që të besoj mos të kisha një vështirësi aq të madhe kur u ktheva. Shërbimi, shkoja edhe me motrat misionare, edhe pastaj pas 6 muajsh unë në ato kohë po bëja dhe letrat edhe erdha në Amerikë për shkollën, për që këtë mendoj, se ishte kryesore për mua që më ndihmoi. Mua më pëlqen shumë zelli që ke pas ti për të shërbyer direkt i futur punës me kokë. Mendoj që edhe kjo të ka ndihmuar që mos se ti e përmende pak, po mendoj që misionarët e kanë pak vështirësi, mund të thosh një si tip depresioni, po fakti që ti ke vazhduar të shërbesh, besoj të ka ndihmuar shumë që ti jesh aktive, të ndjehesh mirë me veten. Përmendej që po shkoje, vendose të bëje letrat për të vazhduar në shkollë. Edhe ke studiuar mbi jo siç e përmendëm pak më parë, për psikologji industriale, duket shumë interesante. Unë nuk e di fikse çfarë ka të bëjë kjo. Psikologji po, por jo industriale. Na trego pak pse kjo zgjedhje dhe çfarë është interesante rreth kësaj dege. Po, unë kur erdha në fakt në BYU, kur shkova në BYU, nuk është se kisha shumë, nuk e dija çfarë doja të bëja për shkollën. Thjesht gjithmonë kam dashur psikologjin, edhe si fillim e fillova që të bëhesha
për psikologe. Por shkolla për psikologe do dhe master edhe më tej. Edhe si fillim mora klasa dhe ishte një pedagog që po merja një klasë psikologjie dhe ai ishte dekani i lartë për psikologjinë industriale. Dhe një ditë, nuk e di, thjesht i shkërpi mendja, nuk është se ishte fare në tematikën, por tha, e di çfarë tha do bëj sot, tha, unë tha do ju shkruaj në tabel të gjitha mundësitë që ju keni për psikologji dhe gjitha degët, arsyet e mira, negative të psikologjisë, me çfarë mund të bëni me psikologjinë. Edhe ai i shkruajti të gjitha opsionet, prot edhe gjërat negative që mund të kemi në atë karrierë, edhe e kuptova që ndoshta psikologjia nuk ishte për mua që t'isha psikologe tamam. E kuptova që ndoshta do ishte pak, nuk e di, që të unë të rria dhe të ulesha dhe njerëzit të më vinin dhe t'isha psikologe, për mua nuk e di, më duk si pak jo diçka që ndoshta unë do pëlqeja. Mirë po, kur po flisë për psikologjinë industriale, psikologjia industriale më shumë ka të bëj me punën. Është psikologjia në punë. Edhe është human resources, shërbimet humane, që burimet njerëzore, po, që ju e trisni në Shqip. Burimet njerëzore, nuk e di, mua më pëlqeu ajo mundësia që unë mund të ndihmoja njerëzit në punë. Mund ta përdorja pra psikologjinë, por në punë. Edhe ai po tregonte opsionet edhe nuk e di, mua më pëlqeu që të isha në burimet njerëzore. Kështu që çfarë bëra, ai edhe pse shkova fola me të dhe ai më dha më shumë detaje për të dhe më tha, di çfarë tha, hajde merr dhe një klasë tjetër tha nga unë edhe më tregovi klasën në semestrin tjetër dhe shikoje, po të pëlqeu ndroje degën edhe bëj një praktik, internship. Edhe shumë okay. Shkova, bëra klasën dhe nuk e di, mua më pëlqeu. Mua më pëlqen shumë të flas me njerëzit. Shqipja ime nuk është perfekte tani, por në anglisht mua më pëlqen të shprehem dhe të flas me njerëzit. Edhe në burimet njerëzore, nuk e di, mua më japin atë pjesën e psikologjisë që mund t'i ndihmoj njerëzit në punë, mund të puna ndonjëherë është shumicën e kohës që ne përdorim gjatë ditës, nga e hëna deri të premte është në punë. Edhe nëse një person në punë nuk është i lumtur ose është në depresion ose nuk e pëlqen punën e tij, nuk do ketë arritje në punë. Kështu që prandaj për mua ishte diçka që më pëlqeu se si unë mund t'i ndihmoj një kompani që dhe punëtorët të jenë të suksesshëm, të ndihen mirë në punë edhe se si mund të ndihmoj të tjerët në atë aspekt. Kështu që po e përdor psikologjinë në punë, nësa të isha psikologe për njerëzit me probleme të tjera. Edhe nuk e di, kështu e fillova. Pastaj unë bëra një si thua praktik ose internship në BYU Idaho tek departamenti tyre e burimeve njerëzore. Aty e fillova si praktik edhe më pëlqeu shumë, mësova shumë dhe unë vazhdova aty për 2 vitet teksa unë po bëja shkollën, ishta dhe punoja atje dhe mësova shumë se si të sillem me njerëzit, se si të krijoj trajnime për ta, se si mund të punëtorët mund të jenë më efikas në punë, gjëra të tilla. Edhe deri tani mua më pëlqen shumë edhe në fakt kam filluar edhe masterin për burimet njerëzore. Kështu që duket shumë interesante. Faktikisht kur ti po flisje, unë po mendoja, po sikur të ishte edhe kjo në Shqipëri, sa mirë do ishte. Kështu ti kur të mërzitesh, nëse s'do të jetosh më në Shqipëri, hajde bëj diçka këtu për punonësit shqiptar. E kam dëshirë në të kaluarën se të drejtat e punëtorëve është shumë e rëndësishme këtu në Amerikë. Edhe kam dëshirë që një ditë të jetë e njëjta gjë në Shqipëri, që punëtorët të kenë të drejtat edhe të mund të jenë të lumtur në punë, jo vetëm ta bëjnë sepse po marrin lek, por ta kenë
ta kenë dëshirë të që bëjnë. Jo, është shumë e vërtet, siç ti e the, ne kalojmë gati gjysmën e ditës në punë dhe njerëzit në punë janë si familja e dytë, por kur ti nuk je i lumtur në punë është një pjesë shumë stresuese, dhe ata që shumica e njerëzve mund ta dëshmojnë këtë. Po do doja të flisnim tani pak për punën tënde aktuale, po punon në një kompani rekrutimi si këshilluese rekrutimi apo jo? Na shpjego pak më shumë rreth kësaj pune, besoj se ka të bëjë edhe me degën që ke studiuar. A është kjo puna që ti doje të bëje, apo ishte rastësi që e fillove? Mbarova unë fakt e bëra këtë, kjo ishte praktika ose internshipi i dytë që bëra kur mbarova, kur isha në shkollë me këtë kompanin. Kjo kompani është në fakt ndihmon infermierët nga vendet e tjera të botës internacionale të vinë edhe të punojnë këtu në Amerikë si infermiere dhe marrin green cardën. Kështu që kjo punë në fakt kur e bëra si praktik, si internship, mua më pëlqeu, edhe mësova shumë edhe më pëlqeu ajo pjesa që mund të ndihmoja internacionalet, më pëlqeu edhe pjesa e burburimeve njerëzore të cilën unë kisha qef dhe doja të bëja. Edhe kam vazhduar tani me punën me atë çfarë unë bëj tani, mua më pëlqen shumë edhe është pjesë e degës time. Çfarë unë bëj është ndihmoj, kërkoj falje se nuk e di se si ti them fjalët në shqip. Ndihmoj me rekrutimin e infermierëve që janë nga vendet e tjera. Unë jam specializuar dhe ndihmoj ata që janë në Kanada dhe në Meksik. Janë disa viza të ndryshme që infermierët në Kanada dhe në Meksik mund të marrin, dhe unë jam specializuar të ndihmoj të rekrutoj ata. Pastaj unë bëj edhe merrem me projekte të ndryshme se si ne mund të ndihmojmë me integrimin e tyreve kur të vinë këtu në Amerikë. Merrem edhe me projekte të ndryshme se si grupi ose grupit me të cilën unë kam e rekrutimit, se si ne mund t'i bëjmë gjërat më efikase dhe gjërat më mirë. Kështu nuk është fiks në burimet njerëzore, diçka atë çfarë unë dua të bëj tamam, por më pëlqen puna në të cilën unë po bëj tani. Besoj se në të kaluar, në të ardhmen, mund ta ndroj edhe mund të bëj diçka më eksakte. Kam dëshirë dhe me masin që po bëj të jem edhe pedagoge të jap mësim studentëve për burimeve njerëzore, por tani për tani ajo më pëlqen shumë pika që mund t'i ndihmoj internacionalët, mund që të vinë këtu në Amerikë, që janë infermiere, edhe pjesën e burimeve njerëzore që t'i ndihmoj ata në stabilizimin e tyre kur t'jenë këtu, ashtu si dhe grupin tim me të cilën punoj, që ndonjëherë është pak stresuese kur ke shumë njerëz që të vinë për një herë të kërkojnë ndihmë dhe të gjesh çfarë janë punet më të mira që ata mund të bëjnë ose që mund të kualifikojnë. Kështu është një kombinim e të gjithave. Kërkoj falje që nuk e kam shpjeguar tamam, të gjej ato fjalët në shqip, por që Jo, ishte shumë e qartë, po mua më pëlqeu se kjo punë duket sikur ti po shërben shumë njerëzve, dhe besoj se kjo është pjesa e kënaqësisë përveç vështirësisë, se duket sikur kërkon shumë talente dhe zotësi ta bësh. Edhe kam munduar edhe të ndihmoj edhe disa shqiptarë në fakt, që ka qenë një kënaqësi që mund të flisja dhe shqip me ta dhe të shpjegon procedurën, kështu që ka qenë është diçka që dhe kjo më ka pëlqyer që mund të ndihmoj dhe shqiptarët. Ndoshta dhe eksperienca që ti ke pasur, Gjesi, duke jetuar në vende të ndryshme, dhe eksperienca shumë të ndryshme që ti ke patur kanë ndihmuar për të patur këto aftësi për të ndihmuar të tjerit. Mua më befason shumë sepse ti ke jetuar në të dyja kontinente, mund të themi, në SBA apo dhe në Shqipëri. Çfarë mendon ti ka diçka që SBA-ja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ofron që Shqipërisë i mungon, dhe a ka ndonjë gjë që të mungon nga Shqipëria akoma në këtë çast? Po. Çfarë ka SBA-ja, unë mendoj është që nëse ti ke vullnetin dhe dëshirën, ti mund të bësh edhe mund t'jesh kush të duash,
nuk e di si ta them në shqip, mund të jesh këtë dua, mund të bësh çfarë ti ke dëshirë. Do me thënë, nëse ti e ke dhuntin dhe dëshirën, opsionet këtu në Amerikë janë të shumta. Ke parasysh për të bërë shkollën, për të hapur një biznes, për të bërë nuk e di, punë, gjëra të ndryshme, janë shumë mundësi. Amerika ofron mundësi, besoj, më të shumta se sa mund të ofroj Shqipëria. Dhe për këtë mua më pëlqen që ti, nëse ke ide, nëse ke mundësi, nëse ke idera të ndryshme, mund ta bësh diçka nëse ke dëshirën dhe vullnetin. Ndoshta ndonjëherë nuk do jetë aq e lehtë, por mundësit janë të shumta këtu, mendoj unë. Edhe janë jo vetëm ajo gjë, po kam vënë re që janë shumë njerëz që janë të gatshëm edhe të ndihmojnë. Nëse ti e ke dëshirën. Dhe besoj se është diçka që në Shqipëri mua më vjen shumë keq sepse ka shumë të rinj, ka shumë njerëz në Shqipëri që janë të gatshëm të punojnë dhe kanë idera të shumta, kanë shumë dhunti edhe mundësit nuk janë të shumta, mendoj unë. Edhe atë ka, besoj unë, Amerika, që nëse ti ke dëshirë, ke kreativitet, janë shumë mundësi këtu dhe gjëra që ti mund të bësh, si qoftë, nuk e di, nëse ti mund të hapësh, do të hapësh një biznes të vogël, ose nëse ti ke dëshirë të vazhdosh shkollën, dhe mund të ndrosh këtu, fati është mund të ndrosh shkollën sa herë të duash. Nëse ti do të ndrosh degën 10 herë, mund të ndrosh 10 herë, s'është problem. Lekët do i shpenzosh pak, po nëse ke atë dëshirë mund ta bësh, ndërsa në Shqipëri nuk është ajo mundësi. Në shtet ose edhe në privat, ndoshta nuk janë mundësitë të tepërta. Çfarë mua më mungon nga Shqipëria është që Shqipëria është shumë e bukur, edhe ka ushqim shumë të mirë. Ushqimi shumë organik, shumë i mirë, e di të paktën nga vijnë gjërat, e di që mund të dalësh jashtë. Unë kur se ishim këtë vit, ishte hera parë që buri im ishte në Shqipëri, jo këtë vit, vitin e kaluar, në shtator, edhe kishte marrë malli që të dalë poshtë edhe ja është një person që po shet ushqime të freskëta nga ferma e tij, ose një dyqan aty poshtë, u shkoj aty poshtë dhe mund të marr diçka. Burimi ishte befasuar që ne ecnim dhe nëse ai donte ujë, ose donte një byrek, ose donte diçka, e kishte aty. Gjatë ecjes shkoje, merje dhe vazhdoje rrugën tënde. Më mirë malli për hapësirën e Tiranës. Amerika është krijuar ndryshe që duhet ta përdorësh shumë makinën, ca vende janë shumë industriale, ndërsa në Shqipëri mendoj se Shqipëria ka shumë vende të bukura që ti mund të shkosh një fundjavë, mund të bësh diçka shumë të afërta, edhe ushqimet janë shumë herë më cilësore, mendoj unë, se këtu. Këtu duhet të vërtet të kërkosh të gjesh diçka bio, një domate të mirë, mendoj. Ndërsa atje del edhe ke plot diku nga të vjen ushqimi. Ke shumë të drejtë në lidhje me këtë, sepse kjo është gjëja që edhe mua më mungon prej Shqipërisë, edhe nëse ke më re dhe ti, do të thënë kur vjen në Shqipëri, nuk shikon shumë fabrika apo qendra industriale, sepse nuk është se ekzistojnë këto, edhe është një gjë shumë e bukur që na mungon neve nga Shqipëria, patjetër. Doja që tani të kalojmë në një temë tjetër, Jessie. Ti ke një marrëdhënie shumë të ngushtë me familjen tënde, po sidomos edhe me motën tënde të vogël, Sara, të cilën e njeh. Si është të jesh ndoshta motra e madhe në familjen tënde, dhe të kanë ndihmuar ndoshta ungjilli në përmirësimin e marrëdhënieve familjare me njëri tjetrin? Po, marrëdhënia ime me motrën është shumë e mirë, ne flasim pothuajse për ditë. Është shoqja ime e ngushtë tani. Kur kemi qenë të vogla nuk ka qenë ashtu, sepse ne kemi 6 vjet diferencë. Kështu që kur unë isha në një fazë të jetës time, ajo ishte një fazë tjetër, edhe ndonjëherë ngrindeshim. Por që ungjilli, besoj unë, sidomos kur unë ika në mision, më kuptovi sa e rëndësishme ishte që të isha një shembull për të.
edhe pasha të në misionin, po, edhe pasha të në misionin tim, kur unë isha në mision, nuk e kuptoja, do me thënë sa shumë ajo më shikonte mua, sa shumë unë isha një shembull për të, nuk e kisha kuptuar më përpara. Po kur isha në mision, e shikoja që kur unë tregoja për kohën time në mision, ose njerëzit që ne mund të kishim pakzuar, ose javën time, e shikoja që nikonte edhe tek ajo, dhe në atë kohë ajo në fakt ftovi disa shoqe dhe bëri punë misionare kur unë isha, dhe në atë kohë kuptova që po është më rëndësishme që unë të jem një shembull për të, dhe besoj se ungjilli mua më ka ndihmuar shumë. Ishte edhe fakti që ajo erdhi në shkollë në BYU Idaho kur unë isha atëherë, kur unë isha dhe unë në shkollë, edhe studiuam bashk, për më duket se ishte gati 1 vit e gjysmë para se ajo të shkonte në mision, dhe ajo kohë ishte, mendoj unë, koha më e bukur që ne u bashkuam në shumë si motra, sepse ishim edhe roommates-a, nuk e di se si ta them në shqip, po jetonin bashk në një shtëpi, në një dhomë, po, shoqëdhome, prap, edhe nuk e di, të qenurit në BYU Idaho besoj neve na ndihmovi shumë dhe në ungjill, edhe të ishim bashk, kishim edhe thirrje bashk, edhe ishte një kohë shumë e bukur. Kështu që po, që në kohës së misionit edhe deri tani besoj neve na ka ndihmuar shumë, edhe fakti që unë shërbeva pastaj dhe ishim në shkollë bashk bëri që dhe ajo kishte dëshirën që të shërbente. Unë gjithmonë kam menduar dhe gjithmonë i them që ajo gjithmonë që kur ka qenë e vogël ka qenë më shumë gjithmonë kishte frymën e shenjtë, gjithmonë i them ndonjëherë që ti ke qenë më e mirë se unë në ungjill. Sepse ka qenë vërtet, ndonjëherë ka qenë vërtet dhe shembull dhe për mua kur kemi qenë të vogla. Sa marrëdhënie e bukur me smotrave. Gjesi, përveç marrëdhënies me familjes tënde, ne nuk do të lëm pa të pyetur edhe për marrëdhënien me bashkëshortin, se ti gjatë kohës studimeve je njohur me bashkëshortin tënd. Na tregon pak si ishte njohja, çfarë të pëlqeu ndoshta tek ai, apo çfarë nuk pëlqeu kaq shumë. Po, neve ishte kur unë isha në fakt në BYU Idaho, nuk është se kisha shumë mendjen që të dilja në për takime, kisha shumë dëshirën, isha shumë e fokusuar, sidomos në 2 vitet e para të shkollës time, isha shumë e fokusuar në studimet, edhe në punën që unë bëja, dhe doja që të kisha sa më shumë eksperiencë që kur të dilja të kisha mundësit. Edhe por vitin tim të fundit të shkollës, mënyrë se si ne u njohëm ishte një aplikacion takimesh të kishës, quhet Mutual, këtu në Amerikë, edhe unë atë aplikacion e përdora nuk është se e mora me shumë seriozitet, me thënë të drejtën, edhe unë dhe ai u bëm, si quhet, match në atë aplikacion, edhe filluam të flisnim. Edhe ai në ato kohë ishte në fakt sëmur, kështu që dolëm pas një jave, dhe kur ne po flisnim, nuk e di, mua më pëlqeu, është 4 vjet më i madh se unë, edhe ishte më shumë i pjekur, ndoshta nga djemtë të tjerë që unë kisha takuar atje, kishim shumë gjëra të përbashkëta, na pëlqenin gjëra të përbashkëta, na pëlqente muzika rock, kishim një ide të njëjtë të si ne donim jetën, donim të ecim përpara, gjëra të tilla. Edhe shkuam në takimin e parë, me thënë të drejtën në takimin e parë, nuk është se e vura, do me thënë, nuk është se kur ikim në takimin e parë, nuk është se mu duk në një gjë që, po, ky do mund t'jetë buri im, ose i jetës, ose diçka të tillë, ai bëri ca shaka, që mua ndoshta nuk është se më pëlqyen në fillim, edhe nuk është se dinte shumë për Shqipërinë, edhe nuk është se, nuk e di, pas takimit të parë, mund mendova që okay, nuk është se s'kam përmendja se do dal prap me këtë person në takim tjetër. Pastaj ai atë natë më shoqëroi në shtëpi, edhe pas takimit më shkruajti edhe ishte një shkrim shumë i bukur, thjesht ta faleminderit. Unë
domethënë ja kalova shumë bukur, mendoj se ti je një person shumë mirë, ndjeva, nuk e di, dukesh që ke e di çfarë ti do të bësh me jetën tënde, gjëra të tilla, ishte një mesazh shumë i bukur. Edhe më kuptovi, thash, të mendoja, okay, ja ktheva ja ktheva një përgjigje dhe pastaj thash, okay, tani për tani unë thjesht kam dëshirë, dua të kem vetëm kem shoqëri. Kështu që ta filloj një herë si shok. Dhe ashtu filluam si shok, unë njoftëm, dilnim bashk, ke parasysh filloi marrëdhënia si një shoqëri, edhe pastaj çfarë mua më pëlqen tek ai është që është shumë ambicioz, edhe ka shumë ambicie për jetën e tij, dhe ajo është diçka që unë gjithmonë kam kërkuar. Kur vjen puna për ungjillin, është shumë i themeluar në ungjil, ka një dëshmi, por është edhe me përvojat e tij dhe eksperiencat e tij të jetës së tij, e di që ungjilli do të vazhdojë dhe të jetë gjithmonë në ungjill. Është shumë shakaxhi, të gjithë shoqëria ime që e njeh, di që bën shumë shaka, shumë kështu, edhe nuk e di, fakti që marrëdhënia jon filloi në shoqëri në fillim, dhe pastaj vendosëm që të ishim bashkë dhe u fejuam, u martuam, ishte unë mendoj se çfarë na ndihmoi në lidhjen tonë, të çonorit shok në fillim. Po, dhe kjo fotografia këtu, ne u martuam në Oakland Temple, në tempullin e Oaklandit në Kaliforni. Buri im është nga Kalifornia, kështu që atje u martuam. Dhe ai në fakt ishte në shkollë, kështu që të dy ishim në shkollë, ai e mbarovi, unë e mbarova para tij në shkollën, në psikologjinë industriale, dhe pastaj semestrin tjetër ai e mbaroi në financë, kontabilitet. Sa e bukur ajo fotoja, po mendoja që ngjani shumë edhe dukeni kështu si të bërë për një tjetrin. Gjem shumë, po. Po, ajo që doja të dija unë, Gjesi, a ka pasur ndoshta diferencë për shkak të kulturave? Ke hasur vështirësi në martesë, në marrëdhënien tuaj? Se mendoj që kjo ekziston midis çifteve internacionale. Po, me thënë të drejtën, për mua jo, dhe arsyen pse jo shumë, sepse ke parasysh shumë kam jetuar në Amerikë, dhe i kuptoja gjërat e Amerikës, edhe pse kulturën e Shqipërisë gjithmonë janë gjërat të Shqipërisë që unë i dua, por nuk është se ka patur ndonjë problem të madh ose ndonjë mos marrëveshje. Ai në fakt e do shumë Shqipërinë. Ai mundohet të flasi shqip, po mundohet e ka kështu si qëllim që do që paktën për një 3-4 vite, ose kur ne të kemi fëmijë, që dhe ai të di shqip, se thot kam frikë se do ma kalojnë fëmijët kalamajt ton, do e din shqipen më mirë se unë. Por që jo, ai është tip që i pëlqen të gjitha kulturat, sepse vjen nga Kalifornia dhe ku ka jetuar ai në Kaliforni, ka patur një diversitet shumë të madhe, ka patur shumë njerëz nga veten të ndryshme në shkollën kur ai shkonte, në shkollën e mesme, në gjimnaz, ku ka jetuar, edhe nuk e ka patur problem. Për të i është dukur interesante, dhe kur shkuam në takimin e parë, ai se dinte ku ishte fare Shqipëria, edhe u mundua të bënte kërkime, të kërkonte, por jo, i pëlqen e kultura, ju duket shumë gallat që ne si shqiptarët kemi qef, jo, muzikën, qefin, ushqimet, ai i pëlqen shumë, edhe kur erdhi në Shqipëri, ai në fakt u manhit dhe u befasua me Shqipërinë dhe me mikpritjen e Shqipërisë, që prindrit e mi dhanë, edhe njerëzit e tjerë kudo që shkuam, ai u habit dhe tha nuk jam ndjer aq komod, aq i sigurt, ndonjëherë edhe kështu safe, nuk e di si ta them, sigurt, i mbrojtur ndonjëherë, dhe
u habit shumë nga Shqipëria, nga mikpritja, nga ushqimi, nga njerëzit edhe nuk e di. Ai ndonjëherë dëgjon muzikë shqiptare më shumë se unë, kur është në makinë dëgjon, dhe pse se kuptoni pëlqen. Kështu që nuk është se kemi patur ndonjë problem deri tani. E pëlqen shumë Shqipërinë edhe thot dua ta mësoj si gjuhë se kam mësuar, se di tani që është edhe një ndër gjuhët më të lashta edhe e ka kështu si dëshirë. Ai di spanjisht se shërbevi në Argjentinë, por tani ka dëshirë ta di edhe shqipen. Nga këto që tregove ti, mendoj që ju sa po të dilni pension në mos më para do vini të shpërnguleni këtu. Patjetër, ai e ka dëshirë, ai thot dua të gjej një punë që të punoj nga shtëpia dhe të jetoj në Shqipëri. E ka shumë qef. Edhe nuk shpresoj në të ardhmen, do ishte diçka e bukur. Do thoshe që nuk jeni vetëm, sepse edhe unë dhe bashkëshortja ime të njëjtën si thua plan kemi ose dëshirë të madhe dhe me ata që kanë folur që jetojnë në emigrim të njëjtin që kanë thënë që duan të kenë në Shqipëri edhe të pleqërojnë aty si thua edhe sa gjë e bukur kjo shkrirja e dy kulturave në një. Sepse të them të drejtë ne jemi nga një kulturë, sidomos kultura e Ungjillit na mëson që pavarësisht se ku kemi ardhur, ne jemi nga një preardhje, nga një familje e madhe. Edhe doja që të pyesë tani Jessie, në lidhje me kohën tënde të lirë, çfarë bën ti? Ke ndonjë talent apo ndonjë hobi që jo shumë njerëz e dinë? Talent ose hobi. Nuk e di, në kohën time të lirë mua më pëlqen shumë natyra. Kështu që më pëlqen shumë, sidomos këtu në Amerikë. Ka shumë vende që mund të shkojnë edhe të bësh hiking. Mua më pëlqen shumë natyra dhe më pëlqen gjithmonë në fundjavë neve kemi qef të dalim dhe të jemi në natyrë. Më pëlqen shumë udhëtimet, të udhëtoj edhe pse ne nuk udhëtojmë shpesh, po bëjmë si plan të paktën 1 ose 2 herë në vit të udhëtojmë një vend, qoftë në një shtet tjetër të Amerikës, ose qoftë edhe në një zonë tjetër, ndoshta disa orë larg ku neve jetojmë, ose në një vend tjetër. Kështu mua pëlqen shumë udhëtimi, edhe nuk e di, natyra është diçka, edhe muzika, ndoshta diçka që bie shumë vetë e di, mua pëlqen shumë muzika, e dëgjoj muzika shqiptare ose edhe muzika amerikane, edhe të dal. Kjo është diçka që mua më pëlqen, nuk më pëlqen shumë të ri në shtëpi, edhe pse tani që jam martuar është diçka që jo rutina, po në fundjavë mua më pëlqen gjithmonë që o të dal të shkoj në një vend, të shikoj diçka të re, të udhëtoj, gjithmonë është, nuk e di. Po, këto ndoshta janë hobit e mia, nuk është se kam ndonjë gjë tjetër të veçantë, si ta them që pëlqen. Jo, shumë mirë, natyra është gjë shumë e bukur të drejtën, është një bekim që ne marrim nga Perëndia që ti shijojmë të gjitha këto gjëra dhe ti më shumë se ndonjë person tjetër ke udhëtuar shumë edhe je bekuar shumë të shikosh gjitha këto mrekullit natyrore. Para se ne të bëjmë pyetjen e fundit, do doja që të pyesja në lidhje me këtë tranzitit, jetimin në të gjitha, në 2 vende shumë të ndryshme, do thoshja, të kontinentit, të botës, në Shqipëri, në SBA, në Shqipëri, pasaj dhe në SBA. Doja të dija nga ty, Jessie, domethënë, atë ka ndihmuar besimi në Jezu Krisht dhe të qenurit një antar që pavarësisht se ti nuk je në shtëpinë, të ndihesh sikur je në shtëpi. Nuk e di nëse më kupton. Po, më ka ndihmuar shumë. Unë mendoj se nuk do isha këtu ku jam pa Ungjillin dhe pa Zotin dhe pa Jezu Krishtin. Për mua është unë e them shpesh edhe me njerëzit që flas që Ungjilli vërtet mua më ka ndihmuar të jem këtu ku jam. Si njerëz mendoj që mund të arrijmë gjëra në jetë, por kur jemi me Zotin, kur ndjekim edhe frymën e shenjtë edhe me Jezu Krishtin, u mendoj se mund të bëjmë gjëra që ndoshta neve mendojmë se nuk mund t'i arrijmë ndonjëherë, edhe kjo është fal Zotit, mendoj unë. Kështu që vërtet nuk ka qenë e vështirë. Edhe diçka tjetër është që kisha jon ka një diçka të mirë që është e njëjtë kudo. Gjua ndryshon, por është pothuajse e njëjtë kudo.
Edhe kjo vërtet mua më ka ndihmuar të ndihem mirë që në fakt nëse unë jam në një vend tjetër që unë nuk di shumë njerëz, paktën unë e di që kisha i ka parime çdo gjë mund të shkoj në një vend që njerëzit janë të ndryshëm, po besoj të njëjtin gjë që unë besoj. Me vjen shumë mirë dhe e vërtet kultura e ungjillit është universale, se që ta dhe ju për ardha jonë shkrinore. Gjesi, unë e këshillova shumë bisedën e ty, po jemi në pyetjen e fundit tani. Do doja të dija çfarë do të thotë për ty që ti je një shenjtare e ditëve të mëvonshme. Për mua do të thotë që të jem një shenjtore të ditëve të mëvonshme, një person që ka dëshirë të shërbej njerëzve, që të jetë me Zotin, edhe pavarësisht sfidat e mëdha ose të vështira që jeta mund të na hasi, kur një person që ka dëshirë të jetë një person që është me Zotin edhe beson edhe ju shërben të tjerëve, besoj se ajo është të jesh një shenjtore ditëve të mëvonshme. Shumë faleminderit. Mendoj që ti je një shenjtore shumë e mirë ditët të mëvonshme, se shikoj që je mbushur me dritë dhe pozitivitet edhe besoj se këto ja shpërndan dhe gjithë njerëzve. Jo më kot ke studiuar për këtë gjë dhe i ndihmon njerëzit, sepse mendoj je e prirur për këtë. Faleminderit për shembullin tënd. Faleminderit edhe ju. Faleminderit Gjesi, ishte një kënaqësi që të njohim ty, por gjithashtu dhe të mësonim sa rëndësishme është të përshtatemi me kultura të ndryshme, me vendet e ndryshme ku ne jetojmë ose do të jetojmë një ditë. Edhe gjë më rëndësishme është që të kemi Perëndim pranë, sepse nëse Perëndia është aty është edhe shtëpia jonë, si thua, aty ndihemi sikur jemi në shtëpi. Edhe vërtet më ke emocionuar me fuqinë tënde të besimit dhe vërtet shpresoj që jeta jote të jetë sa më e bekuar edhe që të na vish në Shqipëri sa më shpesh, sepse kemi nevojë për Patjetër. Okej. Ne falenderojmë edhe një herë të ftuarin tonë Gjesiana Lakaj Patterson edhe ju miq të dashur që ndoqët këtë episod të 51 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën tonë për mbështetjen dhe në realizimin e këtij episodi. Nëse ju doni të merrni pjesë, na dërgoni një mesazh në rrjetet tona sociale ose në emailin tonë sheshpodcast24@gmail.com. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj në këtë episod dhe mirë takofshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.